pak kujt I shkonte nërmend në Poliçan ndjegja e tesrave të Partisë Socialiste pas shkrirjes së 15 bashkive me draftin e ri të Partisë Socialiste që dorëzoi për reformën territoriale, ndërkohë që Partia Demokratike kërkon që të bëhen 100. Ju bëri përshtypje kjo e Poliçanit? Sigurisht që më bëri përshtypje. Kjo pritej nga deklarimet e zotit Rama të kohëve të fundit. Fillimisht ai paraqiti një dokument të emërtuar Besa. Tani dje apo sot ka paraqit një dokument tjetër që I drejtohet direkt partisë. Pas ditën e djeshme. Pas ditën e djeshme që I drejtohet direkt partisë për të shtrënguar radhën, për të shtrënguar unitetin, për të qenë së bashku, se ndryshe armiku I brendshëm, domethënë protestuesit, opozita me radhë, janë të gatshëm të agrabisin këtyre pushtetin, këtyre njerëzve, dhe madje me atë dokumenta e paralajmëron ose së bashku, ose të gjithë do të fundosin. Ania mbytet. Ania mbytet. Okej. Për mendimin tim, Partia Socialiste e ka kryer përfundimisht misionin e mbrapshtësar. Nuk ka çfarë bën më keq. Nuk ka çfarë bën më shumë në dëm të interesave të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Domethënë se edhe e keqja ka një fund. Ka një limit. Duke qenë se ka kryer këtë mision dhe nuk ka më asnjë mundësi ta thellojë, s'ka që bën më shumë për ta shkatru, për ta shit, për ta coptu, për ta rënu këtë vend, atëherë rezulton që kjo parti është e konsumuar. E konsumuar edhe në të keqen e. Përgjithsisht qeverisjet dhe partitë politike që qeverisin konsumohen në aspektin e suksesit. Domethënë, vjen një ditë kur nuk ka më mundësi të jenë suksesshëm. Kanë dhënë dhe pastaj nëse qëndrojnë pushtet, fillojnë dhe bëjnë regres dhe jo progres. Kjo parti e ka nisur me regres dhe po e përfundon me regres. E ka nisur me kanabizimin e vendit dhe po e përfundon me kokaizimin e vendit. E ka nisur me burgosjen e qytetarëve dhe do të përfundojë dhe po përfundon me burgosjen e liderëve të leadershipit të saj. Për pasojë mendoj që ky konsumim ka shkuar në limitet e fundit. Edhe hapja e konsulatës në Shkodër më le të kuptoj se qeverisja e Ramës është në limitet e fundit. Domethënë është një nga shërbimet e fundit që ja ka premtuar Aleksandar Vučić dhe duke qenë se ai gjykon se koha është limituar, por përshpejton të plotësojë premtimet e veta që ja ka bërë armiqve të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Madje unë besoj që ajo marrëveshje dhe publikimi I saj ditën e djeshme ka lidhje edhe me një rast tjetër në të cilin, me një aferë tjetër në të cilën implikohet vëllai I kryeministit Olsi Rama, është fjala për kullën tek stadiumi Air Albania. Aferat familjare të Ramës përjetohen me sa duket nga ai shumë më rënd se çdo lajm tjetër. Shumë më rënd se çdo tradhti tjetër që mund të bëjë ai. Dhe të cilat mendon dhe beson se mund t'i justifikojë. Mund t'i elaborojë. Mund t'i trajtojë si element të tolerancës, si element të liberalizimit, si element të mirëkuptimit, të fshinjësisë mirë, etj, të cilat gjithmonë kanë shërbyer si justifikim për tradhtim e çdo politikani në Shqipëri dhe jo në Shqipëri.
Pra idet e kompromisit, idet e bashkëpunimit, idet e paqes, idet e të tilla ide janë bërë gjithmonë, si thuash, produkt i justifikimeve të tradhtive të mëdha, jo vetëm Shqipëri, por edhe në vende tjera. Kjo po ndodh me Edi Ramën, ka ndodhur gjatë gjithë periudhës, po ndodh edhe sot. Dhe me këto kushte them unë që dorëzimi i testrave të anëtarëve të Partisë Socialiste është një sinjal shumë i mirë, por është i vonuar. Megjithatë më mirë vonë se kur. Dhe dëshmon se Partia Socialiste ka kaluar tashmë limitet e saj kohore, jo vetëm pushtet, por edhe si ekzistencë. Nga ana tjetër, gjykoj se kjo lëvizje brenda Partisë Socialiste duhet të ketë lidhje me krijimin e një tmajte tjetër, sërishmi të kontrolluar nga Sorosi. Një tmajte grupimi i cilës dallon edhe në mjedisin e protestave të më shumë se 2 muaj. E një tmajte e cila në parullat e saj, si gjithmonë, si çdo e majt me të njëjtën karakteristikë, ushqen ndarjet, dasit, ushqen deri diku edhe urrëtie, hedh parullat të cilat kërkojnë edhe vdekje, por që nuk mund të flitet për bashkim, nuk mund të flitet për koherencë, nuk mund të flitet. Nëse protestat filluan me imazhin dhe vlerat njerëzore, shpesh herë degradojnë. Degradojnë se nuk i ka askush në kontroll. Për të dalë tek ajo që thatë edhe ju, dhe një organizim i organizuar. Në një farë mënyrë këtë e ka imponuar edhe qëndrimi i Edi Ramës. Koordinatorët e protestës kanë frikë të publikojnë vetveten dhe emrat e tyre, sepse do të bëhen objekt i goditjeve të jashtëzakonshme dhe të mëdha të pushtetit të Edi Ramës. Kanë frikë sepse dekonspirohen emrat me të cilët pastaj do të merret pushtetit duke i hequr nga puna, duke i izoluar, duke dërguar tatimet, duke gjetur ndonjë cen në biografi apo në veprimtarinë prodhuese apo të punës, e duke i quar në gjyq, ndërkohë që mbrohen ata që vjedhin me 50 apo